Leximi i Kuranit është i pazavendësueshëm gjatë muajit Ramazan. Ulemat kanë thënë, po të ishte ndonjë vepër më e dashur te Allahu se sa leximi i Kuranit, pejgamberi alayhis salam do të preokupohej, do të mirrej me të. Për faktin që është marrë me Kuran, më shumë se me çdo gjë tjetër gjatë muajit Ramazan, jep me kuptuar se vepra më e mirë, ameli më i mirë që e bën robi gjatë muajit Ramazan është leximi i Kuranit. Për këtë sefiret është mirë robi edhe istikfar me ra me shfryzu këtë kohë, po kjo nuk e pengon me bashk. Lexo Kuran më shumë e më pak bjen istikfar. Gjatë muajit Ramazan sa më shumë kohën duhet me kalu robi me Kuran. Cila është më e mira për të vepruar në sefer, leximi i Kuranit apo kërkimi i faljes? Leximi i Kuranit është i pazavendësueshëm gjatë muajit Ramazan. Leximi i Kuranit është i pazavendësueshëm në veçanti gjatë muajit Ramazan. Tek hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Bukhari, hadithi Aishës, se pejgamberi alaihi salatu wassalam ka qenë bujar, ka qenë edhe me bujar gjatë muajit Ramazan, kur vinte Gjibrili dhe me të lexonte Kuranin të tërin, dhe në Ramazan e fundit e lexoj 2 herë të tërë Kuranin. Vërtet pejgamberi ishte më bujar se sa era e cila sjell të gjitha të mirat min ar-rih al-mursala, ajwadu min ar-rih al-mursala. Te ky hadith se pejgamberi gjatë Ramazanit ishte më bujari kur e lexonte Kuranin me Gjibrilin, pra Gjibrili ja përsëritë Kuranin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ulemat kanë thënë, po të ishte ndonjë vepër më e dashur te Allahu se sa leximi i Kuranit, pejgamberi alayhis salam do të preokupohej, do të mirrej me të. Për faktin që është marrë me Kuran, më shumë se me çdo gjë tjetër gjatë muajit Ramazan, jep me kuptuar se vepra më e mirë, ameli më i mirë që e bën robi gjatë muajit Ramazan është Kurani, leximi i Kuranit. Natyrisht, nuk diskutohet na për farzes, po diskutojmë të namazet farze, por fjala për adhurime nafile, sigurisht dhikri, sigurisht istikfari e të tjera. Leximi i Kuranit është numër 1. E tani për këtë sefirit është mirë robi edhe istikfar me ra me shfryzu këtë kohë, me ra istikfar, po kjo nuk e pengon me bë bashk. Lexo Kuran më shumë e më pak bjen istikfar. Sham bjen istikfar 100 herë. Nërsa Kuran lexon gjysore, lexon 1 orë, e 100 herë me ra istikfar të merr 5 minuta, 10 minuta. Nërsa Kuran lexon më gjatë. Gjatë muajit Ramazan, sa më shumë kohën duhet me kalu robi me Kuran. Nuk është shumë e rëndësi a lexon shpejt, a lexon kadale, a lexon shumë kadale. E rëndësishme është ti me kap Kuranin dhe me lexu Kuran për çdo ditë. Ata që lexojnë Kuranin shpejt, që kanë përvojë, që din përmesh një pjesë të madhe, ata do të me lexu sa më shumë, me bëhat me sa më shumë. Por këta të cilët janë fillestar apo kanë vështirë me lexu Kuranin, ta nuk mund të bëjnë një hatë në Ramazan, sepse lexon ngadalë. Nasht, më rëndësi është kë me kalu sa më shumë orë mbi Kuran, sa më shumë kohë mbi Kuran, mbi librin e Zotit, sepse është muaji i Kuranit, sepse Allah e ka përzgjedhur këtë muaj me zbrit Kuranin, sepse në këtë muaj Kuran, këtë muaj Ramazan, që shte më herët, pejgamberi ka përsërit Kuranin, Gjibrili ka përsërit Kuranin, pra është muaj që janë marrë krijesat më të dashura të Allahut, me leku Gjibril dhe pejgamberi Muhammed, këto janë 2 krijesat më të dashura të Allahut. Gjibrili krijesa më e dashur Allahut lart në qiell, ndërsa pejgamberi Muhammed krijesa më e dashur Allahut poshtë në tokë sallallahu alaihi wasallam. Këto 2 krijesa pra gjatë muajit Ramazan janë marrë me Kur'an, o musliman. Me Kur'an do të më marrë robin muajin Ramazan, anëpse Kur'ani do të me qenë pjesë e jetës tona deri në varr, por me theks të veçantë, me u fokusu robi gjatë muajit Ramazan me Kur'an. Po e përsëris,
edhe nëse nuk din me lezu e shpejt e mire, rrjedhshme, nga pak, Koranin me lezu, sytë në Koran, dora në Koran, gjuha me Koran, sa ma shumë, natën dhe ditë gjatë mujit bekuar Ramazan.